Падот на температурите оштети поголем дел од овошките во полог, особено срешите кај сиите, крушите и сливите. Голем дел од нив, според овоштарите, се 100% оштетени. Годинишната сезона, според нив, ќе биде лоша во однос на производите, што ќе влијае и на поскапувањето. Ramja temperaturave -6 është shumë e dëmshme për pemët. Mirë po, kemallat e kapin fazën papka ros, i thonë asaj fazës, edhe malla është në atë fazë është pak më e qëndrueshme, ndërsa dardhat i kapin në lule, edhe dardhat i ka dëmtau gati se 90%, ndërsa mallat mendoj që ka dëmtau, po dhe hetohet në fazat më vonshme, nëse nuk bëhet polinizimi ose lulja dëmtau, edhe dëshona më vonë, po mendoj që një 40%, 30-40% janë dëmtau. За разлика од Амет Исмаили, градинарот Али Рами Сали вели дека се уште има надеж дека штетите ќе бидат помали. Në momentin e paraqitjes së këtyre temperaturave të ulta, pemët në regionin ton kanë qenë në fazën e lulëzimit, që shpresojmë se në këtë fazë të lulëzimit ndoshta dëmet do të jenë më të vogla se sa sikur të ishin pemët në fazën e frutit të posaformuar. Ekziston një rregull në pemtari, domethënë varësisht nga fenofazën në të cilën ndodhen pemët, edhe dëmet janë më të mëdha ose më të vogla. Konkretisht për këtë situatë, masat paraprake ose masat preventive, për fat keq janë shumë të vogla. Се очекува јаболката да ги преживеат овие температури. Производителите бараат од државата да ги субвенционира компаниите како и земјоделците за пакување и селекција, за најдобро да се продаваат во странство. Tregu i mbrëmshëm ke mallat flas tash. Maqedonia ka disa herë më tepër prodhim se sa që ka nevojë vetë Maqedonia, domethënë duhet mallat të shitet jashtë. Mirë po, për të shitur jashtë, tregjet e jashtme i kërkojnë shumë kushte. Paketimin, kalibrimin, edhe ne nuk jemi në gjendje, domethënë ta bëjmë atë. Po ajo pjesë nuk është pjesë që duhet ta bëjmë ne buqët, po duhet ta bëjnë firmat që miren me eksport, që bëjnë tregti. Edhe kjo halk mungon, domethënë Maqedoninë mungon. Domethënë mbledhja e paketimi, kalibrimi, edhe tregut e jashtëm ti konkurrojnë. Ne nuk kemi mundësi si bujkatot t'i arrijmë kalibrimin edhe paketimin, këtë duhet ta bëjnë tregtarët, ndoshta edhe shteti duhet t'i subvencionojë këto. Во полог јаболката и крушите се двата главни производи кои најмногу се одгледуваат.